Në dersin e kaluar filluam me një prej rrëfimeve të reja, rrëfimeve kuranore, të cilat flasin për Salihun alayhi salam dhe popullin e tij Themud. Dhe treguam se Allahu dhu xhelal këtij pejgamberit dhe ndodhive të këtij pejgamberit me popullin e tij Themud i ka kushtuar mjaft vëmendje dhe e kemi të përmendur në shumë sure të Kuranit. Në 6 sure është i përmendur në me nga disa ajete, e pastaj edhe në shumë sure tjera me nga pak ajete. Këtë kjo tregon se rrëfimet kuranore në lidhje me pejgambert të Allahu dhu xhelal zanë një vend të madh në Kur'an. Dhe se Kur'ani, siç kanë thonë dietarët, është i ndarë në disa pjesë. Një pjesë ka urdhra dhe ndalesa, obligimet tona dhe ndalesat fetare. Pjesa e dytë janë rrëfimet kuranore për popujt e mëhershëm. Rezultati i çkafit, i respektimit të urdhnave të Zotit, që i ka qenë selamet, dhe kundërshtimi i urdhnave të Zotit që i ka qenë gazep. Dhe pjesa e tretë janë ajete që flasin për jetën e ahiretit, shpërblimin për besimtarët e ndëgjueshëm dhe respektues, dhe ndëshkimi për ata jo besimtar, refuzues dhe kundërshtues. Kështu që nga kjo ndarje që kanë përmend dietarët bëhet e qartë dhe kuptohet mirë se një pjesë të madhe në Kur'an zanë këto ajete kuranore që flasin për pejgambert të Allahu dhu xhelal, dhe se edhe për ne e kemi shumë ma lehtë me kuptu fen, sidomos ato shtyllat bazike të fesë që kanë të bëjnë me besimin në Allahun një, me besimin në pejgambert të Allahut dy, dhe në besimin në ringjallje 3. Çdo 3 komponente në të gjitha rrëfimet kuranore për pejgambert të Allahut janë shumë të qarta. A këto janë 3 shtyllat kryesore të besimit në Allahun dhu xhelal, se mes këtyre çka ngelen? Cilët pika ngelen përveç vetrave? Besimin në melaqet e Zotit, që ato me automatizëm nënkuptohen sepse melaqet kanë sjellë shpalljen te Zoti dhe ato melaqet kanë sjellë ndëshkimin e Zotit për ata popull. Ngelen besimin në librat dhe shpalljet, edhe ajo nënkuptohet se pejgambert të Allahu dhu xhelal të gjithë ata kanë pas shpallje nga Zoti dhu xhelal. Dikush ka pas shpallje si libra, dikush ka pas shpallje si fletushka, por kanë pas shpallje nga Allahu dhu xhelal. Dhe mesela e tretë dhe e fundit e 6-ta, besimin caktimin e Allahut, që nënkupton se këtë ajo që ka ndodhur me ta, me ata besimtarë që kanë pranuar me detyra që kanë kryer pejgamberët, me ata besimtarë që kanë pranuar thirrjen e tyre dhe ata që kanë kundërshtuar jo besimtar, këtë kjo është kader dhe caktimi i Allahut dhu xhelal. Kështu që këta 3 shtyllat janë kryesorët. Edhe andaj në të gjitha këto rrëfime na i shohim besimin në Allahun një, besimi se Allahu ka dërguar pejgamber të njerëzit, edhe besimi se ka ringjallje. Kush i ka këta 3 parime, të 3 tjerat i nënkupton me automatizëm se ato ndërlidhen me gjitha këto normalisht. Këtë lidhet me parimin e parë, besimin në Allahun një. Por shpallja lidhet me pejgambert e Zotit dhe me Allahun dhu xhelal, caktimi lidhet me Allahun dhu xhelal që i ditur i gjithdijshme dhe i gjithfuqishme, dhe normalisht lidhet me fatin e njerëzit dhe popujve në përgjithësi. Për këtë shkak rrëfimet kuranore janë të rëndësishme, e në anën tjetër janë edhe kapshme, të lehta. Nuk mërzitet njeri se më ardh për shembull me fol me definicione kimike, normalisht bëhet ngarkesë për kryet tona. Ama kur të vish të tregu rrëfime kuranore, ato atër janë të lehta, edhe nëpërmes këtyre rrëfimeve ish ka përderdh këto perla, këto margaritar të parimeve bazë të Islamit. Ato janë këto parime që i përmendën besimin në Allahun një, besimin në pejgambert të Allahut dhe besimin në ditën e ringjalljes. Na filluam të folim për Hudin për Salihun alayhis salam në surën Araf. Edhe në surën Araf thamë që prej ajetit 73 deri në ajetin 77, këto një grumbull ajetesh, Allahu dhu xhelal flet për Salihun alayhis salam dhe popullin e tij,
në këtë të rësi. Dhe une e mora me veti vetë sa për ilustrim tefsiri Kur'anit të Imam Abdurrahman as-Saadiut ose Saadiut rahimullahu taala, është një prej tefsirave bashkohor, po shumë i mirë se është i lehtë, nuk është shumë i zgjeruar, edhe nuk krijon huti. Domethënë këtu nëse don me lexue këto ajete dhe kuptimin e këtyre ajeteve, e kije domethënë faktikisht faqja 132, 133, 134 dhe 135. Domethënë 1, 2, 3, 4 faqe. I lexon ajetet edhe tefsirin e tyre dhe në fund ka një shënim që është jashtëzakonshëm, atë që na kena thonë vazhdimisht në fillimin e librit, është pjesa e fundit shënimi, që ka të bënë me israeliatet, sepse rrëfimi i Saliut alayhisalam dhe devës ka shumë israeliate dhe normalisht ato kanë mundësi me pas edhe defokusim dhe normalisht është një shërim shumë i bukur që nëse kemi kohë sot ose ndesë nashëm kena me lexuar edhe këtë shërim të Sheikh Abdurrahman as-Saadiut rahimullahu taala, i cili ka nduriet, po e kalon pas vetë këtë tefsir dhe alhamdulillah mirësia jonë është që ky tefsir është i botum shqip. Edhe besoj dikush për neve ka në raft, mirë po si ka ardhur reni me e qel. E tash me çka sebeb e qeni, kjo është vëllimi i dytë, faqe 100 e sa thash 134. Hapne, lexone dhe i mbajni mend. Don ajetet që flasin në surën Araf, që flasin për Saliun alayhisalam, se na do flasim edhe në surë tjera, edhe surën Hud, edhe surën Shuara, edhe surën Naml, edhe në surën Qamar, edhe surën Shams, po thjesht na jemi duke fol për këtë surë dhe filluam në dersë kanë mi tregu pikat kryesore që pastaj i kthemi ajeteve kuranore. Na e përmendëm pikën e fundit në dersën e kaluam se populli i Saliut, populli i Themud, që është popull arab. Edhe jo rastisht këtu përmendet se populli Themud vjen pas popullit Ad. Dhe besoj që e keni në kujtesën tuaj ata që kanë qenë në përderset ku kena fol për popullin Ad dhe Hudin alayhis salam, e kena përmendur se ata janë arab origjinal, arab bazik. Dhe andaj Allahu Dhu Xhelali ka përmend edhe Adin edhe Themudin, sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u është drejtuar Kureshitëve arab. Tu i thonë atynve, edhe para jush ka pas qëso si ju budal, mendje mdhej, arrogant, edhe sikur se sot që na hoxhallarët edhe na musliman du të me thonë njerëzve që janë çmend, edhe kanë dalë prej vetës, prej humanizmit, dhe bile në poshtërsinat edhe ligësinat të tyra, shpesher ja shkojnë edhe kafshve. Në njerëz, nuk jeni të parë këtë botë. Ka pas popull para jush, ma të fortë se ju, ma të mëdhej se ju, ma të ditur se ju, për kohën e vetë. Edhe janë rebelu ka shi Allahu Dhu Xhelal, e Allah i ka shkatru ata. E paramendoni tash në Ballkan këtu, mesin e popullit shqiptar, që dalin do ateista, do pa fe, do islamofoba, anti-islamista, e folin lloj-lloj lafesh, lloj-lloj akuzash, lloj-lloj ofendimesh, lloj-lloj nënshmimesh. Mos kujtojnë ata që kanë me shpëtu nga ndëshkimi i Allahut. Edhe ata kanë me ndëshku Allahut xhelal. E nëse ne besimtarët e devotshëm, fetarët praktikant, hoxhallarët, dietarët, davetxhit, thirrësit musliman heshtin ka shi këtyre dukurive negative dhe nuk ballafaqohen me to dhe nuk i thrasin në islam, besim në Allahun Dhu Xhelal, besim se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është vula e pejgamberëve, besim se Kurani është libri i Zotit dhe në te ka mësime, porosi dhe urësi, dhe shtohet e keqja në cilën thrasin ata, edhe këtë vend, edhe këtë popull, ka me kaplun dëshkimi dhe hidhrimi Allahu Dhu Xhelal. Andaj une edhe te na muslimanët duhet të jemi aktiv, edhe të lëvizim, të jemi agjele, mobil, në thirrjen e popullit tonë në udhëzim, edhe mi përsërit vërtetat e islamit, mos velon mashtrimet dhe gënjeshtrat dhe dezinformatat dhe shpekulimet që i përdorin këta ateista, këta agnostik, këta islamofoba, këta anti-islamista, këta qafira, këta mushrik, këta munafika, që i përdorin
mos me lën vend me zonë, mos me lën me zonë vend në muhabetet e muslimanëve, muhabetet e besimtarëve, sepse ata një rrenë që e përsëritin vazhdimisht dhe e promovojnë nga shumë anë, nëse nuk demantohet, ai dal nga dal përhapet edhe fillimisht si gënjeshtër, do thot e kundërshtume, mirë po dal nga dal nëse nuk demantohet tërësisht, fillon ai mu pranu si një prej vërtetave relative të mundshme, që pas një kohë ndoshta me qenë e vërteta absolute, e pa të diskutueshme dhe pa të drejtë dikush me demantuar. Andaj e përmendëm se prej pikave kryesore në cilën thirrste Salihu alayhis salam ishte besimi në Allahun Dhu Xhelal dhe përkujtimi i dhuntive që Allahu ka dhënë atyre dhe përmendet se populli vet e përgënjeshtron atë. Besoj që e keni memorin e freskët me Nuhin alayhis salam. I përbuzën dhe i mohuan dhuntit e Zotit. Me popullin Ad, popullin e Themudit, i përbuzën dhe i kundërshtuan dhuntit e Allahut. Ndodhi me ata ndëshkimi i Zotit, ndodhi me këta ndëshkimi i Zotit, edhe këto njëjtë. Edhe kjo është për me kuptuar se njeriu është shumë i çuditshëm. Megjithse është i dopt psikofizikisht, edhe dobësia e njeriu të shihet qartë në të gjitha momentet. Kur është fëmijë, më shumë është e qartë. Po edhe kur i bën do vjet 3-4 vjet kur është moshën më të mirë, edhe atëherë një sëmundje e vogël e ka plon krejt vullnetin për jetë ja humb. E mos flasim se ai si njeri megjithse është i fuqishëm përballë trupave të ndryshme, krijesa ndryshme në tokë, është përsëri shumë i dobët. Përballë gurit, përballë hekurit, përballë zjarmit, madje edhe përballë ujit. Andë këtë këto, njeriu domethënë munden me e shkatru. Përballë kafshëve, edhe ato e shkatrojnë. Kështu që mate si ta matish, njeriu nuk është ku me di sa i fuqishëm. Megjithatë, shpesh në historinë e njerëzimit, penga Ademi alayhis salam me deri me sot e shohim se shumë merr guxim, shumë rebelavet, shumë i duket vetë se është i gjithë fuqishëm. Bile e nin veten, normalisht kjo ndodh edhe për shkak të cytjeve të shejtanit që e cyt mbrapsht edhe e keq përdor ignorancën e njeriu me e sfidu Allahun Dhu Xhelal. Përmendo kjo si vjen një fëmijë 7-8 vjeçar me e sfidu për shembull një bokser që i ka 120 kg. Edhe i ka, do thot nga 20 vjet për shembull karrierë, i ka me qindra fitore. I thotë ti shkaj të voti, a e ke për një mek i hajgare. Dhe zakonisht ne kur ta shohim një fëmijë të sfidu një bokser kategorisë rand me këtë fitore dhe me hajgare është të vos. Kur këse më seriozisht. Ama kur e shohim njeriu i cili e sfidon Allahu Dhu Xhelal, këtë na themi këshire, nuk çuditemi në kuptimin e nënshmimit, po themi a thu mundet, do shta dhe mundet. Hasha wa kella, asnjëherë s'mundet. Ama njeriu është i tillë. Sidomos kur i mungon besimi edhe kur e përdor shejtani, e keq përdor shejtani. Edhe kështu në bota sot, edhe për atë lufta që kemi treguar edhe kur kemi folur për Ademin alayhis salam, lufta është mes njeriu dhe shejtanit. Ky njeri nëse mat me Allahun, shejtani s'ka çka i bën. Nëse shkputet pa varësohet prej Allahut, atëherë shejtani e merr në kontrollën e vet dhe e keq përdor maksimalisht. Edhe ky njeri bëhet aq i lig, aq i keq, edhe merret vesh edhe pi rrethit, edhe pi njerëzve tjerë që është aq i poshtër, që është çudi që si ja ka leju vetes me radhë në ato nivele. Po Allah i madhreshëm me dijen e absolute neve na e ka treguar edhe këtë situatë. Do të ketë njerëz që u kanë dhënë atyre sy me pa, e vesh me ndëgju, e mendje me logjiku, mirë po megjithatë udhëzimin tim ata kanë për ta refuzuar. Edhe me këtë veprim ata kanë më rënë në nivel të kafshëve, sepse kafsh nuk kanë intelekt për me kuptuar gjërat, bile do bëhen edhe më poshtë se kafsh, sepse kafsh megjithse jetojnë për instinktin e tyre, ata përsëri janë të dobishëm për njerëzimin. E njeriu i cili e humb
intelektin e tij dhe i shkatron emocionet e tia, e ngelet me tu veç për instinktin e vet, ai njeri më bëhet shumë më i keq edhe se kafsha, se dami i tij është i madh e kur një fardobie për ti s'ka. Kur një fardobie për ti s'ka. Dhe për këtë shkak, përgënjeshtrimi i pejgamberëve të Zotit vjen nga kjo kryelartësi dhe kjo arrogancë dhe kjo mendjemadhësi që e kap njeriu. Andaj Allahu Dhu Xhelal kur e përshkroi njeriu dhe raportin e tij me shpalljen që quajti Allahu emanet, e përshkroi njeriu innehu kana zaluman jahula. Është shumë zullumqar dhe shumë ignorant. E kur zhvishet njeriu nga dituria, e cila e bëri të madh njeriu Ademin alayhis salam para melaqeve, dhe kur të zhvishet nga drejtësia, që me te zhvillohet gjithësia dhe jeta në tokë, atër ai njeri dhe më thonë, nuk ka ku një farë vlere. Pra shak nëse i kujtohet, e kam përtecu në disa derse, se qëllimi i islamit, si fejnë përgjithësi, është kjo. E para me përhap diturin, edhe me largu për njerëzve ignorancën. Duke fillu që nga ignoranca mbi Zotin dhe fejnë e ti, deri te ignoranca mbi këtë gjithësi që ka kriju Allahu Dhu Xhelal. Sepse realisht na megjithse jemi me mija vite që nga fillimi i krijimit të njeriut, me mija dhe 10.000 vite, përsëri shumë pak dim për këtë gjithësi. Allahu Dhu Xhelal këtë këto që ka kriju në shërbim të njeriut. Këtë që ka në gjithësi. Dhe vonë këtë gjithësi që na prej saj ndoshta 1% shumë të vogël e dim. Këtë ajo është në shërbimin tonë. Andaj ngelet detyra jonë që na me hulumtue edhe me zhvillu shkencën për me i marrë këtë të të mira Zotit, me i vendosë në shërbim tonë. Edhe andaj muslimanët e parë, masi e kanë kuptu mirë fejnë Allahu Dhu Xhelal, edhe kanë përhap islamin dhe islami ka dominu në shumicën e botës, kanë kalu në pjesën e dytë të detyrave të veta, me u marrë me shkencë. Edhe kanë fillu që krejt këto që i kanë përflas para 1000 viteve. Krejt që ka pas diturit kalumet i kanë marrë, krejt ato i kanë shoshit, i kanë filtru, ato që janë cakta i kanë zhvillu, ato që janë të pasakta i kanë gjujt në koshin e plehrave, në bërlok që themina, edhe i kanë përhap në botë. Edhe bota ka fillu me pa dritën, edhe me pa botën henes me dritën e diturisë muslimanëve. Jo vetëm bota muslimane, po këtë bota në përgjithësi. E dituria është objektivi kryesor i cili të cilën e përhap Islami. Dhe për këtë shkak është mjerim, është tmerr, është shqetësim shumë i madh që ne muslimanët sot, çdo që jemi në xhami, sot hiç s'kemi interes na me lezu. Hiç s'kemi interes na me zhvillu vetën me lexim. Është tmerr, është mungesë Islami, nëse do na me kuptu pak më qartë. Do të sa më pak lexon, aq më pak Islam ki. Dikush ka mundësi të thonë, po mirë, po në falë, elhamdulillah, gjëra këtë rregull të Islamit të krij. Tamam. Po këtë këto që i bën ti, i bën teknikisht, i bën mekanikisht, i bën sipërfaqësisht. Andaj edhe ndryshimin që ta bëjnë këto adhurime ty janë të vogla. Për aq sa ti i kupton ato. Në momentin që fillon me i kuptu më mirë ibadetet tuja, ato kanë me ndiku më mirë në ndryshimin tanë. Shumë thjesht është. Si ka mundësi unë në drek e një qeni e në aksham njësi me konë musliman shumë i mirë, e sabah mësë me mujtë muqu për sabah. Si ka mundësi me konë musliman i mirë? Diçka nuk shkon aty. Se si është e rëndësishme drejka i qeni akshami, është i rëndësishme edhe sabah. Bile argumentet fetare për sabahin folin ma shumë se për drejka në i qenin. Po do mund kemi na problem me kuptimin e vërtet të fesë. E kjo vjen se na pak lexojmë për fen. Edhe andaj ulemat thot Allahu Dhu Xhelal, ata ma shumë kanë dro
e frikë respekt dhe Allahut se sa ata që janë ulema. Inna ma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Me të vërtet mës tepërmi kanë frikë respekt dhe Allahut ulemat. Edhe kjo është e vërtetë vëllazë, shumë thjesht. Ti shkon në një ders, të një hoxh. Edhe ai të flet tyje, këshillon tyje, ti më një herë e nin veten, sikurse e ndin mbrenda vetes si të rritet imani. Një ders. Edhe me atë ders ti ke marr 0.00001% diturisë. Edhe e ndin efektin e imanit tanë më njërë. Para më do ti me lexu vazhdimisht. Edhe me mësu vazhdimisht. Si ka mundësi me të rritë imani atë. Edhe andaj, kjo është objektiv shumë e madhe që na duhet me kuptu qartë. Që mos lejojmë ne krejt, pete ma i vogli këtë mezhlis, deri te ma plaku të largohemi prej leximit dhe diturisë, sepse momenti që i largohesh prej diturisë, ti bjerë imani. Andaj imanin që e kanë të diturit, edhe shijimin e imanit që e kanë të diturit, nuk mund të kenë të pa diturit. Nuk mund të kenë. Andaj besimtari i devotshëm, i cili ka diturim mbi Zotin dhe fenë e tij, mbi premtimet dhe kërcënimet e tija, e shijon imanin dhe kënaqësinë e imanit sikurse me qenë banor i xhenetit. Edhe normalisht në të tjera që nuk mundemi me arrit atë gradë të aq lartë të imanit, për shkak se na mashtrojnë gjërat kaluese, kalimtare të kësaj dunjoje, duke menduar se na kena metu edhe 5 vjet, edhe 10, edhe 15, edhe 20, edhe kena vakt, na ala me punu për dunjo, e kur t'i sosim punë të dunjos, atëherë kena me ju përkushtu krejtësisht ahiretit, e fatkeqësisht dunjoja s'kishte fund. Se kur njerë, shifni çka është interesant. Për herë që e sos një fazë tjetës tënde, del një fazë tjetër. Edhe ta më thu edhe këtë fazë ta përfundoj edhe ka me lonë del fazë e re. Edhe deri kur desa t'desh. Veç ku t'len takati, atër dorëzohet njeri. Për punë të dunjos. Nuk kum pa unë ala njeri që e kalon punën para se me lonë takati. Allahu Dhu Gjelal thotë kësi qasë e musliman dhëtë me pasë për ibadet. Ta ma me sos një ibadet me uqunë dytin. Jo ta ma me sos një projekt dunjoja me anis dytit. Thotë Allahu Dhu Gjelal wa idha faragta fansab. Edhe kur e sos një ibadet, qohu për ibadetin tjetër. Ama shif njerëzit që kanë marrë këtë rregull të ibadeteve, e kanë zbatuar në dunjë, dhe ata që punojnë me këtë rregull fitojnë në dunjë. Arrin pare, arrin. Ama atje çka kemi mri. E na që këtë rregull të dunjës që e praktikojmë sot, duhet me praktiku për ahiret, projekt mas projekti, se unë e kum di, edhe kum pa, edhe po na ndodh neve për ditë, me hoxhallar, me xhamat. I thu, habet apo në një punë të hajrit, valla s'mu, jam i zantë. As kum një biznismen, thonë, një projekt i mirë, shumë ka levërdim, thonë, s'kam vaktë, s'ka problem, e bëjmë. Dhe më kërë është pyetje parja fitimi, njerëzit po kanë vullnet, edhe elan, edhe fuqi, me gjithë se kanë angazhime, me gjithë ko. Kërë është pyetje se vapi, edhe fitimi ahiretit, atër janë zantë. Normalisht për mu, do shtë une, këtë që jam kurdis, po nuk muj me kuptu këtë logjik. Hoxha me thonë s'kam vakt me bo një projekt hajrit edhe të mirë. Ose një gjemat me thonë unë ballë punova, isha këshilli xhamis, për shembull 1 vjet, 2, 5 edhe qaq. Hajde. Po nëse ka më të mirë se ti që e bën, lirisht jepja më të mirë vetëm. A mos e ti e lën edhe bëhet më keq. Atëherë kjo nuk është logjik e mirë edhe e saktë fetarisht. Si dhe qoftë, Allahu Dhu Gjelal neve në mëson që na ta kena objektiv tonin për hapin e diturisë, dhe se me përhapin e diturisë në botë përhapet edhe Islami. Dhe në prizmën e kësaj që e themi, na e kuptojmë edhe këtë ofanziv keqe që i bëhet shkollimit në botë dhe devalvimit të sistemit të arsimimit në botë. Edhe na këtë jemi dëshmitar që brenda 30 viteve sistemi i arsimimit, jo veç të na, maquni, po në këtë botën, ka ra aq poshtë, sa që do thot edhe njerëzit më të mençur në botë, edhe më të sinqert në lidhje me arsimin, janë të hutum, nuk din çfarë zgjidhje më ofron. Sa për ilustrim veç me tregue, tentun me kalu nga libri letër, se thanë shumë libra me mojtë fëmijët, ju i dhe më shpina,
jo çanta s'kan, jo muhabete ndryshme. Thanë të hekim librat ta marrim tabletin. Me një tablet i kiket librat. Suedia shembull, ishte për shteteve të para që kalon prej librave shkollor të shtypura në libër, kalon në tableta. Dhe nëse mi shmërdo librave në fillimin e vitit shkollor, ndanin tableta. Mas 2 vjetëve eksperimentale, këtë vit thanë jo, kena mi hek tableta, kena mi këti libra të vetë. Pse se su paku një farë dobije pozitive. U pa se përkundazi tabletat edhe ma tepër e devalvuan vlerën e leximit edhe mësimit, edhe u bë do thot kualiteti më i dobët i shkollimit. Na jemi dëshmitar në për shkollat tona se çdo vjet do thot edhe na si prindër, edhe arsimtarët, stafi arsimdhënës, po edhe drejtoritë e shkollave, edhe mediat vazhdimisht përmendet kjo si problemi më i madh që e kemi. Ka ra niveli i arsimimit, ka ra niveli i shkollimit, ka ra niveli i notave, ka ra domethënë niveli i perceptimit. Edhe shifet se kjo diçka është e studiume. Eksperimentet e ndryshme që i bëjnë shtetet postkomuniste, merr njëre sistemin e Cambridge-it, merr sistemin e Oxfordit, merr sistemin e vjetër, në sistemin e ri, lamsh, edhe hala s'ka stabilitet, edhe me atë që e shëfune kam shu të bua dhe ma keq. Edhe nga kjo thamë, kë nuk është e rastishme, as nuk është spontane, por është e qëllimt. Që mja bod gërditshme fëmijëve leximin, shkollimin, arsimimin, sistemet e korruptuara politike pastaj nuk e valorizojnë, nuk e vlerësojnë diturin, akademizmin, por japin rëndësi librezës dhe antarësisë partijake. Kjo është gjithashtu për mekanizmave që i deinkurajon rinin mu shkollu, thotë çka mu shkollu, kur unë kam fakultet, kam magistratur, kam doktoratur dhe jam pa punë. Ai tjetri me të bleme, me pare ka blet diplomën edhe është bo ministër, është bo drejtor, është bo. Edhe këto janë gjithashtu shembujt negativ që i deinkurajon të rit me mësu. Mirë po Islami edhe këtyre, edhe atyre kejtëve neve në thot, duhet na me mësu. Pisat fillojmë me ditë me lezu, deri sa të marim frim, na duhet me mësu. Kështu na mësu neve Islami. Edhe njerë po du me thonë këtë fjali, që ta majmë i men e ta përcjellin të bredat që vinë pas neve. Islami na detyron, qefe, na detyron neve me kërku dituri, që nga mosha kur fillojmë na me ditë me shku edhe me lezu, deri në vdekje. E kur na bon obligim me na me u falë? Kur t'i bëjmë 15 vjetë. E kuptoni pse duhet me ditë ma herët edhe ma parë e masene me fillu me kry adhurimet tona, për shkak se besimtari i ditur është më i ngritur te Allahu dhu xhelal se besimtari i ignorant. Edhe sherrin që ja shohin muslimanët besimtarëve ignorant është më i madh se sa prej jo muslimanëve që janë të ditur. Edhe dobijen që ja shohin muslimanëve të ditur, po edhe jo muslimanët është shumë më i madh se sa çfarë do dobije që mund të sjellë kushteti jashtë muslimanëve. Andaj kjo është objektiva e parë, me eliminu gjahilijetin për njeriut. Edhe objektiva e dytë që lidhet pastaj me të parën është drejtësia. Dhe këto janë dy objektivat më të mëdha të cilat thret Islami dhe me to rregullohet jeta në tokë. Dikush ka mundësi me thonë e ku është besimi këtu? Po ku është dituria, aty është besimi. Ku është drejtësia, aty është shariati. S'mundet me pas dituri e mos me pas përfundim besim. S'mundet me pas drejtësi e mos me qenë shariati aty. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala, fa aynama wujida al-adlu fa thamatu shari'atullah, çdo ku gjendet drejtësia aty është shariati i Allahut. Andaj këta kur e luftojnë Islamin, për shembull thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ata thënë Muhamedi analfabet. Libri Kurani, libri shketinës, domthonë me e damkos Islamin si fe i ignorancës. Edhe normalisht ata me këto deklarata dojnë me i zhduk nga historia e njerëzimit 1000 vjet plota.
Po a mund të fikët dielli me dur? A mund të shehvet dielli me dur? S'mundet. Ti mundesh vetvetes me amshel mundësinë me pa diellin. Ama s'mundesh me amshef botës. Edhe andaj që ata që flasin kështu, ata veç vetes ja kanë bërë tërë. Ama bota krejt, bota intelektuale, musliman dhe jo musliman, janë shumë të vetëdijshëm. Edhe atë e kanë thonë, edhe e kanë shkrujt, se falë muslimanve na jemi këtë stadium zhvillimit shkencor, teknologjik dhe industrial. Mos me paskon musliman, kur një herë s'kemi pas në këtë zhvillim, si njëmi. Këtë e thëjnë, intelektualt jo musliman të menqur. Edhe, kur ka dituri, pra ka besim. Edhe, kur ka besimtar të ditur, atër do të ketë sistem funksional dhe të drejtë. Ashtu si që shkon dhe më dhëtë e musliman të shekuj me radhë. Edhe andaj musliman të e pas besimin, si dhe të i diturisë, edhe drejtësi, si mekanizëm dhe procedura të zhvillimit të shoqërive dhe shteteve, kanë prodhu qytetërim dhe civilizim, i cili i ka parakalue perëndimin shekuj me radhë. Që ke shkop, që sot jetojmë në kushte suburbane, në kushte shumë të këqija jetësore, qytetëruese dhe civilizuese, ka qenë avangard para Parizit, Londrës, Berlinit. Ata kur i kanë pas kushtet e urbanizimit në Londër, Pariz e Berlin katastrofale, si kemi na sot, na i kena pas shumë më të avancume. Kush e ka bën këtë? E kanë bën që ata muslimanë të ditur. Edhe që kanë qeverisë me drejtësi. Pra atë shkak Allahu xhallahu kur e përshkruajti i raport njeriu me shpalljen, e përshkroi njeriu si dhalumën xehula, shumë zullumçar dhe shumë ignorant, që do të thotë se Islami luftën kryesore bën kundër ignorancës edhe kundër padrejtësisë. Edhe e dyta, çdo herë që njerëzimi ka me luftu, Islami ka me qenë zullumçar edhe ignorant. Ani se ka zhvillim teknologjik. Se ignoranca nuk ka të bën vetëm me shkencën eksakte. Ka të bën me gjithë llojet e shkencave, a shkenca më e madhe është shkenca e ndërtimit të civilizimeve. Civilizimet nuk dotohen vetëm me zhvillimin e teknologjisë dhe industrisë. Ato zhvillohen edhe me zhvillimin e mendimit. E mendimit politik, e mendimit ekonomik, e mendimit social, e pastaj vijnë shkenca, teknologjia dhe industria. Ande Evropa sot është e zhvilluar teknologjikisht edhe industrialisht, ama është në dekadencën më të madhe në aspektin social, në aspektin human. Edhe kjo më vesh tashmë është shumë e qartë, se deri tash kanë qenë mirë të maskum, tashmë u qerë maska e tyre dhe doli shesh fyre e vërtet e tyre. Po edhe jona valla, edhe jona e muslimanëve. Se bota lip alternativë. Mirë po fatkeqësisht nuk kemi në ata musliman që mundemi me ofru alternativën praktike, por teori po. A më thonë po unë jam zëvendës i joti, sepse unë kam dituri, edhe kam iman, edhe kam drejtësi, edhe kam humanizëm. Edhe ti e drejtor, po ki egoizëm, largohesh ti, vi une edhe ofroj diturin që kiti, drejtësin që se kiti, humanizmin që se kiti, edhe normalisht bohon pastaj më i dobishëm edhe më i suksesshëm për se ti. E kështu ka qenë puna e Islamit kaluar, edhe këtë pejgamberët e Allahut ja kanë ofruar njerëzimit këtë element. Andaj përgënjeshtrimi që ja bëjnë popujt pejgamberëve, sikurse sot realisht është luftë për ta marrë status quo. Edhe nëse e kuptoni, nëse lexoni dhe shihni mirë, çka ndodh në botën islame. Dy gjëra ndodhin kryesore. Pushtetar, monark, diktator, despot, tiran, zullumçar, edhe shoqëri ignorante. Jo që s'kan mundësia të mu shkollu, jo. Prej botës islame me miliona intelektual akademik dalin edhe shërbejnë jashtë botës islame. Se nuk jepet hapësira e duhur në botën islame. Këtë se bëjnë muslimant. As pushtetarët musliman nuk e bëjnë. Shifne çka është luftë e madhe bëhet mi detyru shtetet muslimane me lirue
degenerimin moral. Nëse s'ka pas diskoteka, duhet me pas diskoteka. Nëse s'ka pas koncerte, festivalet muzikës, bura grabash, duhet me pas. Nëse s'ka pas përzirë për plazha, duhet me pas. Nëse s'ka pas alkohol, duhet me pas. Nëse s'ka pas drogë, se këto janë liri. Ama pse s'ka arsim gjyllum, s'ka gale, ajo nuk ka problem. Nuk ka problem. A kuptoni se si motivohet bota islame me met në dekadencë edhe me met me duru pa drejtësinë. Andaj tash na muslimanët kena met në një udhkret shumë të rëndë. Me bo revolucion ndaj situatave në cilët na jetojmë, përsëri ngelimi pa i vjel frutat. Se tamam kur vjen ti me marr rezultatin, me marr kupën, ata po ta marrin pjedore. E po bot kaos. Me vazhdu me status quo, po vazhdon zullumi mbi kokë. Edhe loja e forcave të mëdha ndaj teje. Edhe tani na e kemi shumë qartë në botë që po ndodh se shtetet e mëdha udhhiqen me frigën e pushtetarëve se po humbin pushtetin dhe frigën e popujve se po e humbin rahatin. Edhe vazhdojnë status quo-ja pa ndonjë ndryshim theksuar. Mirë po, normalisht kjo është përplasja brenda ligjeve të Zotit. Po çdo herë kjo është përmirësive të Zotit që Allahu i Madhërisht çon njerëz edhe grupe njerëzish të cilët janë gatshëm me sakrifiku edhe veten e vet, vetëm me ofru modelin se mundet edhe një grup i vogël me u ballafaqu me një politikë të madhe botnore edhe me triumfu. Nëse sfiton fitoren e plot, mas paku fiton betejën e kësaj. Çka është ajo fitore? Fitore me kuptu ftyra e vërtetë e secilit. E zullumçarit i cili e ka vesh gzofin e ujkut, ftyra e ujkut i cili e ka vesh gzofin e deles, edhe me dalë në më thonë luftari i liris, se nuk është terrorist, por është ai që ka të drejtë me mbrojt pragun e shtëpisë vetë. Edhe andaj kjo që ndodh tash Palestinë konkretisht në Gaza, e kemi thonë brenda këtyre 3 muajve e matej për vazhdimisht, se është fillim e një ndryshimit madh në botë që ka me ndodhë me lejnë Allahu Gjallë, ku njerëzit kanë me fillu me kuptu gjërat pak më qartë, edhe me pas guximin mu ballafaqu me zullumin e madh, normalisht edhe me pas guximin me sakrifiku pak më shumë sa që duhet, e mos mu mashtru me rahatin e kësaj bote, se fundit lufta për liri dhe dignitet është më e shtrenjtë se jeta në robëri. Këtë duhet me kuptu çdo i ri. Se ata që kanë moshën teme më shumë, ata janë mësuar rahatllëk edhe kanë frikë me aprish vetes rahatllëkin. Ama rinia duhet me kuptu se jeta, domethënë sakrifica për liri dhe dignitet është më e çmueshme, më e shtrenjtë se sa jeta në robëri dhe në rahati. Pra që gjithë na duhet me qenë gatshëm me luftu, me dituri, me aktivitet, me angazhim, që ta luftojmë ignorancën, ta luftojmë padrejsinë dhe të ndryshojmë gjendjen tonë që pastaj Allahu të na ndihmon të ndryshohet gjendja jonë dhe të vinë ditë të bardha dhe të mira. Në këtë procedurë të kësaj luftës mes pejgamberëve të Zotit dhe idhëtarëve të tij, të tyre, dhe përgënjeshtrimit që ja bëjnë kundërshtarët, e kemi edhe një proces, një moment, shumë është i rëndësishëm. Edhe Allahu Gjallë në këtë të refime e përmend, shumë është interesant, subhanallah, është tallja e jo besimtarëve me besimtarë. Edhe sot është e njëjtë. Do thotë, këta jo besimtarë të zhytur në ligësi, në degenerim, në lum, në pislëk, deri në fyt, ata marrin guximin me të shoh ty, me të akuzu ty, me shpif për ty. Ti i pastër, i dlir, kristal, s'ki asnjë njoll, hiç, në karakterin tanë, në veprimtarinë tonë, në jetën tonë, kur njerë s'ki rrejt, kur njerë s'ki vjedh, kur njerë s'ki tradhtu, kur njerë s'ki rrejt dikan, hiç. Je kristal i pastër,
ata pisa, ata bërllok, qajnë. Një vajzë e ndershme, e pafajshme, në momenti që mbulohet me shami, qonë ata dreqni, bura dhe gra, çka si thënë kësaj? E kjo nuk din dreqni, nuk din shejtanllëk, hesht. Normalisht i shqetësohet shpirti dhe zemra, i ngushtohet jeta, i bëhet presion psiqik, ama dashnia e saj për Allahun është e madhe, për kraja Allahut për të është e madhe, dhe ajo vazhdon udhtimin e vet në rrugën e Zotit, duke injoruar akuzat e xahilave. Paramendoni edhe këtë ata janë terezi, e kjo shikohet kjo vajzë e pafajshme, e ndershme, e kristalt, shifet me neveri edhe me dyshim, bile edhe me qërtim. Edhe neve në ka ardhur rastën kur ankohen të na si hoxhallar, kësi lloj vajza shohoq, bën presion baba, bën presion nona, bën presion vllavi, bën presion motra, bën presion familja, bën presion shkollë, bën presion rrugë, bën presion punë për shamin. A kërkan se ka rënë ditën e vet, kërkan se ka vjedh, kërkan si ka bu asnjë padrejtësi, hiç, e shkëlqyeshme në shkollë, e moralshme në rrugë, e suksesshme në karrierë, tana të mirat, të gjitha sukseset, këta hajnat, mashtrues, drogirash, pjanec, këta kanë drejt me shoh këtë njeri, me laqen tokë. Edhe paramendo dalim për shembull tullifar mashtruesi, tullifar rënavesi, tullifar abuzuesi, i shajnë hoxhallart që këtë jetën e vet e kanë harxhuar në shërbim të fesë dhe në shërbim të vatanit, në shërbim të popullit. Kush e shon, ku t'ja shofsh karrierën e tij, ku t'ja shofsh bamat e tij, zi e mazi, katra. Ku një farë kontributi kombëtar, e as kontributi akademik, historia e tij, dosja e tij është për plot skandale, ai vjen edhe shon hoxhën. E kjo është ajo pjesë e proceseve, dhe shon mediatikisht shembull, me nxjesi presin një ndodhi ndodhe dikun, edhe bëjnë top line. Një ndodhi më një fshat dikun larg, edhe e mbushin me gënjeshtra. Edhe bëhet top line, një ditë, dy ditë, një javë. Lajmet kryesore nisin me filan besimtari musliman. Krejt kriminal kur i paraqesin se ja përmendin çfarë feje kanë, a janë musliman, a janë katolik, a janë ortodoks, a janë pa fe, a janë ateist, se përmendin. Kur vjen te puna te muslimani fetar, një besimtar musliman e bëri këtë gabim. Edhe e pa qenë gabim hiç, po këta e paraqesin si gabim, akuzë. Edhe masë ai deli pa fajshëm për gjyqit, deli pa fajshëm për burgut, po kryesore evidentohet në lajme, në rrjetet sociale, në internet se ai ka qenë fetar kriminal. Edhe pse ka deli pa fajshëm. Ande ti shkruaje për çdo hoxh që ka qenë për shembull viktim e kriminalit shtetit 2014 në Kosovë, ati figuron se është burgos, a mëse ka doli pa fajshëm nuk figuron. Se me rëndësi është merret vesh në histori se ata janë konë burgos. Ama pse kanë dalë pa fajshëm i burgit, kësë është me rëndësi për shtetin, edhe pse na normalisht e dim se kanë hit pa fajshëm, kanë met pa fajshëm, kanë dalë pa fajshëm, po edhe këtë provë neve Allahu na ka treguar në Kur'an se Jusufi a.s. është burgos i pafajshëm, ka mbet në burg i pafajshëm dhe ka dalë për burgut i pafajshëm, ama me një sistem që dalë në shesh pafajësia e tij. Për dallim për neve që sot nuk luftojmë që kur akuzohemi për tjerëve, me insistu në momentin që na triumfojmë, me thonë ja, hajde tash ka dalë, ti kthehemi pak historisë mbrapa, shohim që ky moment a patët drejt jo, as patët, ky moment a patët drejt jo, as patët, le të del shesh e vërteta, le të evidentohet e pastaj të vazhdojmë në jetën në kontributin tonë për fe dhe për atë. Andaj tallja e jo besimtarëve me besimtarët e dopt edhe shtypër ka qenë gjithashtu prej dukurive që kanë përcjell raportin e pejgamberëve të Zotit me popujt e tyre. Edhe sot është e njëjta gjendje. Jo vetëm kohën e Salihut a.s., jo vetëm kohën e Hudit a.s., jo vetëm kohën e Nuhit a.s., po edhe sot mas 10.000 viteve, gjendja është e njëjtë. Gjendja është e njëjtë.
Edhe këtu çka është çka është qëllimi? Qëllimi është, si va kam fsharuar disa herë në këto derse. Bota për herë është nda në dy pole dhe mesi i madh. Poli i djathtë i besimtarëve ose njerëzve të mirë. Dhe poli i majt i jo besimtarëve apo njerëzve të këqij. Dhe në mes masa e gjerë e të pa përcaktuarve. Ata parimisht janë të mirë. Mirë po janë shërbim të atyre që arrin mi sundu. E kjo është sen gjëja më e keqe që kjo për veti, po flas për mua, është ajo që më han vazhdimisht edhe që më shkakton nxitje për më bëu edhe më tepër për asaj që kemi bëu, megjithëse këtë ajo që bëjmë shumë pak. Se si ka mundësi që ky numër i madh i njerëzve, që sot bota për shembull ka 8 miliard njerëz, e të mirët janë pak, edhe të këqit, super të që janë pak, e shumica domethënë janë këtë mes, e këta shumica janë shërbim të atyre që i sundojnë. E sot fatkeqësisht, tash e 100 vjet e më shumë, që kjo shumica e njerëzve sundohet për të këqijve. E na muslimanët, shumica e natëve edhe na jemi në shërbim të këqijve. Edhe na që në xhami që jemi, edhe na hoxhallarë. Në atë makroplanin e zhvillimeve botërore edhe na e përkrohim të keqen edhe ndihmojmë të keqen. Pse? Se derisa nuk bëhemi ne të mirët, ata që kena me sundu me këtë shumicë, krejt shumica janë ka me qenë në sundim të keqes. Në shërbim të sundimit të keqes. E për atë shkak musliman duhet me punua hoxhallarë xhamat, me faktorizu pranin muslimane në botë, edhe me fillue me marë hiset të ndikimit dhe sundimit të masat e gjëra që kjo masë e gjërë mos jetë këtë në shërbim të keqes, po të këtë jetë edhe pak në shërbim të mirës. Mirë po normalisht, këto janë takatet tona, edhe këto janë dobësit tona, po alhamdulillah që Allah është i madh, është i gjithdijshëm, edhe ai e ndihmon të vërtetën, edhe i ndihmon të mirët, edhe shpeshher ka bëvaki që grupet e vogla, të marginalizume, për shumë njerëz të parëndësishme, me qenë triumfuese në grupeve të mëdha. Edhe andaj, kjo është ajo që neve na e man shpresën gjallë dhe gjithashtu na motivon me vazhdu punën tonë, dhe fundit ajo që është më e madhe se këtë kjo është se te Allahu vjen gjykimi edhe shpërblimi. Ajo është normalisht pasi shkojmë na te Allahu xhalal, pasi përfundon jeta jonë në këtë botë. Normalisht këta populli Themud, masi u tallën me besimtarët, e shfaqën arrogancën e tyre, e vranë devën që ishte shenjë edhe mrekulli e Salihut alayhis salam, dhe këtë kjo e bënën që me sfidu Salihun alayhis salam dhe me nxjerr, do thotë gënjeshtar pas kërcënimeve që vabonte popullit vet, mos gaboni me preket deve, se nëse e prekni vjen dënimi i Allahut, ata e vranë devën, edhe i thanë hajde tash në të vjen dënimi i Allahut xhelal, edhe nëse i kujtohet edhe populli Ad e sfidonte Hudin alayhis salam me të njëjtën situatë. Dhe ka hajde vjen dënimi i Allahut nëse ti je ai që e thot vërtetën, edhe këta e bën të njëjtën, do të thotë mendjemallësia, arroganca, ta hub rezonimin e saktë. Edhe ti bën veprime, cilat veprime është fundi jot. Ama tu mendu se ti me këto veprime i shkatron besimtarët. Sot edhe bota jo besimtare kështu vepron. Tu mendu se kam i faru musliman, bën masaka ka mos, ato lene që Allahu xhelal edhe biologjikisht muslimanët është i shtu, megjithse shif në këtë botë në botë, këtë luftë në botë që bëhen sot, janë botën islame. Me miliona njerëz të vrarë. Irak, Siri, Palestinë, do thot Afganistan, Sudan, Somali, në Myanmar, me miliona musliman vritën brenda 3 dekada, me miliona. Dhe ata mendojnë se duke i zhduk numerikisht musliman kanë me paksu numrin. Megjithatë, muslimanët vazhdimisht janë në rritje sipër biologjikisht edhe demografikisht. E pa kam përmendur në dersin e kaluam se veç në Gaza, për këto 100 sa ditë luftime atje, 25.000 kanë vrarë, 20.000 kanë lindë.
Që të kushte? Pa spital, pa do thot repart lindjes, pa kusheri, pa kur gjo, 25.000 kanë vrarë, 20.000 fëmijë kanë lindë. Edhe vetëm Francë, po aq 20.000 kanë pranuar Islamin. Do thotë, s'mund është i duke musliman, as biologjikisht, po as në aspektin ideologjik. Se Allahu i mbron, edhe Allahu ndihmon atyre. Ama ajo që është më rëndësi për mua dhe për ty, është që na të jemi me Allahun dhul xhelal të sinqert. Edhe të jemi besimtar në shërbim të tyre me aq sa kena mundësi. Provokuan dëshkimin e Allahut, e kërkuan nga Salihu dënimin e Allahut, e Allahu ata i shkatroi me tërmet dhe normalisht përfunduan ata si popull të dënuar nga Allahu dhul xhelal dhe shpëtuan besimtarët si zakonisht. Kjo është përmbajtja e ajeteve në surën Araf dhe na inshallah të nesër do i kthehemi përsëri ajeteve që edhe një herë të lexojmë ajetet, të përkthejmë ato dhe të marrim mësime dhe porosi për asaj që na thot Allahu dhul xhelal. Ua kam thonë edhe në dersat e kaluara, na do të ndalemi pak më gjatë në ajetet kuranore që flasin për të pejgamber, se qëllimi jon është i dy anshëm. E para është na të kalojmë çaste me ajetet kuranore, e të marrim bekimin e Allahut duke i lexuar këto ajete të bekuara, dhe e dyta të marrim mësimet për to rrafime kuranore për këta pejgamber të Allahut xhelal, kështu që e kemi fitimin e dyfisht inshallah taala. Lut Allahu na e bëjë të veshme dhe vepra të mira, na e sinqeritet në fjalë dhe vepra.